E që pikërisht për i naftës do më ngritën tjerë, sepse me të... Kur rritët rryma dhe rritët nafta, ka mu reflektu në këto çmime. Tash na nëse vendosim një çmim tavan këto, po rritët pjesa, për shembull e gurit që ka me vendosë që gjam, shëqare që nuk është të mhitë më çmimi njëti i gotës. E që s'kryn punë ligji, pastaj. Po nuk kryn tani punë ligji. Kjo është një mos preventive, po nuk funksionon ekonomi të tregut lirë edhe në import. Megjithatë, këto tregu, si me thonë, shteti e lejon ndërhyrjen, po vetëm nga ana e shtetit. Këto nesër konfirmimin, po mendoj final analizën, në pikpamje ekonomike nuk është që e zgjidh. Po këta thonë që e zgjidhim edhe aq është bo propagandë njerëzve. Për shembull, ligji për çmimet tavan thot një bukë mu shit kaq. Derisa shkojnë ajo bukë mu shit për shembull me një market katunit, qarën se ka pa hyp manalt. Ose një çokoladë, derisa të mri me një market një katuni rritët. Se dikush e blin për dikuj, dikush për dikuj. Një ka qenë edhe me çmimi i perimeve. Çmimi i perimeve është arsyetu se 3-4 herë blen, dikush i importon, dikush i bjen, tani ta ato pikat e tregut gjelbër, kështu. Kur të vjen në fund me një rajon, caktum larg qendrës, rritet çmimi. Me që deputetët na shohin në Prishtinë, domethënë ku themi është vjen thujse direkt, kemi çmime ke 5-6 euro. Po, kjo është edhe importit, po çep tash për çmimin tavan, sa ata importin e shohin, po nuk e shohin zinxhirin e furnizimit deri në fund. Çka bën ai biznesi i vogël që është larg, e që e blen 3-4 fesh, 3-4 herë çat produkt, e mshel krejt. E mshel krejt se s'ka llogari. A mu ka në ekonomi të tregut lirë, s'ka llogari me ble, se kish blejës, po si detyru tani me mshel. Po, për që dajme dhe bëhet ligji, deputete, për një paraposhtë që të gjështë, kush ku e blenë edhe sa dur mund të shqitet edhe blenë. Qëto 5 veta, që të punë kanë me ta drejtu 5 veta, 7 veta. Një vjen për autoritetit, një vetë për Ministrisë Tregtisë, një vjen për autoritetit të konkurencës, kryetari, nën kryetarja dhe 2-3 do këtë kenë, vinë për kuvendit që janë me shumicë thjesht që është këtë VV-ja. Pra, është shumë pak për me tregu se sa funksionon caktimi i çmimeve tavan. Megjithatë, në rregull, kjo vjen komision. Unë nuk jam për me ndalu një iniciativë të tillë, por edhe pse e dim sakt në anën termat ekonomik që në këtë përbërje si që është, me që të ligj nuk e zgjidh punë çështjen se tash është mendoj që ekonomia ka mu kon faktori kryesor që ka mirëzu prej këtij pushteti. Se kur s'ka, nuk ka ma dhe vota. Po, kjo është që mbetet ma vonë, po du me thonë që arsyetohet lufta jonë, se besoj me drejt që do të me luftu që sa ma letë më bu jeta në këtë vend, e që është bukur vështirë. Dhe ligjet bënë për ta bërë këtë, deputete, për ta lehtësu jetën e qytetarëve. Po, veç tash është bukur vështirë, se çmimet po rriten dita ditës edhe nuk është që po bëhet gjë. Kur, qysh mundesh me kontrollu çmimet tavan kur import jetë tërësisht i varur në import? Kur ma shumë si nga kanë të varur në import? Është rrit importi. Është rrit shumë importi se njerëzit kanë ma shumë llogari me importu se sa mos me importu. Për shembull, vetë çka ndodh me perimet. Perimet te na munden mu pjek ma vonë. Vinë Shqipnis, që nuk është keq me orë Shqipnis, po këto tona tani mbesin ma vonë edhe nuk shiten. Po kemi shumë edhe Greqisë. Pse mos me mbrojt na prodhimin vendor? Ka qenë edhe fushat duaje të ëndën? Po në duaje të ëndën dash duaje importin. E kemi dasht importin me rrymë, e kemi dasht për shembull importin me perime, e kemi dasht me shumë gjëra tjera, që tash për shembull perimet tona, as bukën e mot-motit së njën të e sigurubre, edhe grunin, edhe zhavorin e blejnë për i Serbisë, jena bërë të mvarën ta edhe halo shesim palavra. Po, deputete, këtë për fund, a po shkojmë në zgjedhje, a po e dërgë Kurti vendin e zgjedhje, apo jo? Unë mendoj që sipas këtyre prej indicjeve që i merr prej fjalimeve të tij, sidomos që më ka ra ose së një kisha kësaj pune në kuvend, gjysa ke fushat. Pëllë edhe vetë të isha fushat edhe i reskalume ka qenë qashto. Ajo është ndeler, se si të venin blokad, ajo është qashto, kupton? Është fushat. Se fushat e ki nuk u dheq, se nuk është e letë më u dheq, ashtë ma pak shtash me nisë një ministri, si ja ka dorë me shumë ma pak e le më tash. Edhe dëshme pas dhonë logari, dëshme pas transparencë, mendoj që ka mena edhe që shposhijet nuk është gjohë që pajtohet me zgjedhjen e presidentit, i lyptat e 5 vota kur s'ka nevoj. Mendoj që ka mena dërgu në zgjedhje, është ma letë për ta, edhe është elementin blokus
edhe stagnus t'i veni e ka në dënë. Do më thonë, si të është që shtë të veni që ajo është fjalla ti dëgjohet për të ardhmën e vendit, që atëherë është në rregull. Le të mungojnë mu, megalomanjak edhe mashtrus patologjik si pas meje. Që është qasja LDK-s, a i do LDK-ja zgjedhet apo jo, edhe pse, edhe kur po takohet e po më djenë takim me Abdigjikun, tha që nuk na mjaftojnë 80 vota, duhen 85, kur pse s'mjaftojnë 80 vota? Me dje u po që na duhet edhe partit tjera, ose partit tjetër se mundën shlirë me u bo me PDK, bi ma shumë se 81 vota, dhe mendoj që këtë punë do të me sharu njerëzit, qytetarët, nuk është në dorën e LDK-s, njerë do të më këthy edhe njerë të votat edhe me tregu njerëzit se qka pëdojnë. A pëdojnë mja dhonë 60%, është edhe ma pak. Unë mendoj që me situatën ekonomike shumë e njëri e shoh dërshprumësat. Kur i ka një partit 51%, pse donë me shku dhe së rënxhjede? Se ka gjatë sfida për para vetit, po edhe ka vetë shtetë mbajtjen. Nuk është e letë. Një dzehet vetën së në nxirri, një të nxëllë. Qa mund ta me bëtë tjetër thënë? është pa kështu vishë zgjedhje blokat, zgjedhje blokat. Ju kombinën, ju përshtatët. Desat qohet ky vend edhe thot ballma. Po mendoj qohet qytetarët. Me vot apo në formë tjetër? Edhe me vot, jo, edhe me vot. Ma shumë është ma e mira me vot, po edhe me protesta, pse jo? Ju ka ardhe këto, veç janë të prit dita ditës. A është të gatshme LDK-ja për zgjedhje? Po, qarën s'ka. Do të me shku në zgjedhje, është ma mi mu këthy edhe njëherë të vota, se sa me lonë dika me lujt me 51%, thu se i ka 101%. Në shta po i dënë se a i dje tha që është sfit gjigante me menu dikush që një parti i merë 80%. Në shta asaj s'beson që mund i merë, apo është një lloj fushade që ti merë 60%? Unë seriozisht mendoj që ai nuk jeton që të realitet që jetojmë unë tek këtë moment edhe me kameraman që jam të nakëshqyr. Pse? Mendoj që nuk është heq këto. Se kur nuk flet për te, më flet për këtë diçka tjetër. Kjo ka ndodhe edhe në kuvend edhe kështu. Po se me ndën 3 hapa për para, kur ai do të me rëndësia është e ai. Po se ai atë ditë në kuvend pikërisht për të kthyer një herë pikërisht për këtë tha sa herë ma keni kërku heqjen e TVSH-s edhe do gjëra tjera, tha unë më shumë kum fitu. Kështu që nuk vësta kjo të ju. Ju jeni më pak, unë jem më shumë. Kjo, a mendon që janë njerëz, fjalë një njeriu që është atë? Mendoj që nuk është hiç në realitet. Bile është komi mja bodhën ai kontrol. Pse mendoj që nuk është në realitet? Mendoj që s'është në realitet, se s'fol për realitet. Ai fol për një realitet tjetër heroik, ku ai me të vërtetë i shkon kryeministër i duhur. Po ai nuk kon, ai nuk do me pranu që nuk ka veç gjë. Po mendoj që ka stagnu, veç e ka ngec këtë zhvillimin e këtij vani. Mendoj që nuk mundet më u kthy në realitet. Prandaj edhe jeton me një tjetër kozmos. E shihni një tjetër konstelacion kështu të numrave të themi nëse shkohet në zgjedhje të parakoshme? Në kuptimin po themi të përqindjeve, s'do të jemi më 51%, do të ketë lëvizje të ndryshme. Për që s'do të jenë më 50% ato për mendimin tim, që pasi po më pyet mu, jo me sigurt që jo. Po tash deri në kohën e zgjedhjeve çka ndodh është tjetër. Ndryshe e ka, për shembull vjen puna naftës, vjen puna rrymës, të njerëz dëshpërohen. Që më harrat ndoshta si kishim pas me një kohë tjetër. Për shembull vitin 2023, se vetë s'ka qenë si viti krizave në kuptimin e naftës, rrymës e këto. Tash me radhë që shto gjendjet alarmante edhe që lyp patjetër reagimin e qeverisë, që këta rrinë sikur mos ke ndodhur kur gjë sikur mbretër, ndikon shumë në ndryshimin e thokt edhe kategorik skenës elektorale. Po, pyetja fundit rreth kësaj e sheni LDK-n të bashkuar edhe me Vjosa Osmanin nëse shkohet në zgjedhje? Kjo është pyetje që tash edhe s'ka kryesi, po nuk është që muj me vendos. Jo, sipas këndvështrimit juaj, po them që mund të vazhdon, po. Sipas këndvështrimit tim mendoj që ajo do të më kthy një herë te vetja, me tregu a do të më LDK pse do më ardh tani me pyet mu. Po është më shumë të ajo sa që është LDK-ja ka qenë njëjtë.